Postimin tjetër që e keni postuar është kjo: Ajetul Kursi largon shejtanën nga shtëpia. Abdullah ibn Ubejdi ka thënë: sa herë që Abdurrahman ibn Aufi, Allahu qoftë i kënaqur me to, hynte në shtëpinë e tij, ai lexonte ajetin Kursi në cepat e shtëpisë. Shikone, ne si besimtarë kam cekët nëse zgaboj, po ne duhet jemi besimtarë pse besojmë në gajbin. Po, të padukshmën. Msheftën. E momentin që besojmë të msheftën në gajbin, do të me kuptu një sënë që Allah s.a. ka kriju edhe krijesa tjera pos njeriut. Njerëzit, melaçët dhe gjinët. E për melaçët janë gjithë robë të Allahut s.a. nuk ja thajnë urdhin e Allahut s.a. janë robë të denjtë të Allahut s.a. E tek njerëzit dhe tek gjinët, me thonë ka krijesat të cilët janë robë të Allahut s.a. po ka edhe krijesat të cilët janë, me thonë, nuk janë të nështruar ndaj Allahut s.a. ata janë gjinët. E armiqësia mes shejtanëve dhe birit Ademit do të vazhdon deri në ditën e gjykimit. Pa marrë parasysh se në çfarë forme, çfarë mënyre. E ne besojmë që Allah subhanahu taala, domethënë, ka kriju shejtan të cilët janë armiq të njerëzit. Në gjitha format. Domethënë, armiqësia e shejtanit ndaj njeriu manifestohet në shumëllëshmëri të formave. E për mi mbrojtje shtëpitë tona, për mos futjen e shejtanit, domethënë një ndër metodat është edhe leximi i Ajetul Kursis. E pse bash Ajetul Kursi? Ajetul Kursi është ajeti më i madh të cilën Allahu subhanahu taala ka zbritur. Për këtë komentues të Kuranit nuk gjen libër, domethënë tre më të dalluar të cilët ka dietarët janë lodh duke shkruajt libra, është komentimi i surës Fatiha, komentimi i Ajetul Kursi edhe surja Kahf. Domethënë këto tre sure ka komente më shumë që njerëzit kanë shkruajt libra. E për këtë po them që ne kemi problem me mbrojt shtëpitë tona prej sherrit të njerëzve, po gjithashtu edhe prej sherrit të shejtanëve. E prej sherrit njerëzve mbrohet mënyrët, domethënë të cilat i dina, duke siguruar me siguria të ndryshme, e prej sherrit të shejtanëve të cilët janë të padukshëm, mbroja më e mirë është leximi i Ajetul Kursi në shtëpi. Leximi i Ajetul Kursi apo leximi i surës Bekara apo shtimi i dhikr, shtimi i ibadeteve në shtëpi. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë falni ndonjëherë sunet në shtëpi, që mos i bëni shtëpitë juve varresa. Domethënë se momentin që me një shtëpi nuk falet namazi, domethënë mos të keq kuptona, mirë po, domethënë e keqja, shejtani, energjia negative në atë shtëpi është nivel. Domethënë është nivel. E mburoja më e mirë është leximi i Ajetul Kursi. Edhe ka shumë argumente për Ajetul Kursi, ndoshta po për mos ta nxjerr. Këtë kallëzë nuk është një rregull që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë aridu alayya rukyakum. Mi tregoni, domethënë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas njerëz të cilët janë marrë me çështjen e rukjes. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas njerëz të cilët kanë bërë metoda të ndryshme të rukjes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë aridu alayya rukyakum. Mi tregoni rukjet e juve. E kanë ardhur njerëzit i kanë kallëzu. Ka thonë përderisa nuk përmban rukja shirk, le ta bajnë njerëzit. Le ta bajnë. Edhe ajo nuk është që është fakt, argument në përcepë shtëpisë, po nëse e bën vetëm në shtëpi, nuk prish punë se ne shpesh kemi ndëgju prej rukëgjive ku tapin ujin thonë stërpike çushët e shtëpisë. Po, çushët e shtëpisë. Domethënë nuk është që ka dikush argumente bindse, domethënë se çush bash çushi ose po midis jam mundet me pas diçka, po mundet me. Domethënë nuk është ajo, nuk është. Mirë po, besojna që nëse çushët janë më të sigurt, themelet janë më të sigurt, po thash sa do pak kemi disa argumente, sikur që është kjo argumente, dhe ka argumente të tjera të cilët e vërtetojnë një gjë tjetër. Përderisa nuk ka shirk. Po, përderisa nuk ka shirk. Momentin që bëhet një lloj rrugës shirk, atëherë domethënë e kemi të ndaluar që me praktikuata.